ne po mbajmë shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues ose kandidate. Pra edhe pse nuk është përgjegjësia jona si një nga partitë parlamentare edhe më e vogla, prapë kemi dhënë një opcion për me dalë nga kjo gjendje, pra do të japim votën për kandidat të vetë vendosjes që është unifikues. Kem përmend dy zonjat Bugëjev që në shëlimin, po do të mujshim me votu dhe zotin Gonjusha, pra ish kryetarin, nëse propozohet. A kishit votu Fatmir Limaj për krye kuvendar, për shkak që po flitet për ditëve të fundit që postën e kryeparlamentarit e ka kërkuar në një marrëveshje me vetëvendosjen, duke marrë parasysh që keni qenë edhe në bashkoalicion në zgjedhje. Nuk kem marrë një qëndrim rreth kësaj, nuk kem diskutuar rreth kësaj. Po ato të votarit nëse do të jetë S'muj me edhe një mendim të qartë. Po nuk muj me edhe mendim se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrugtimi ti tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu të saktë. Zotria Radinaj, grupi intelektualëve kaloi dje në Nisma, me ta keni qenë partner po ashtu të koalicionit, si e pat këtë shkrirje të intelektualëve në Nisma? Mendoj që është një zhvillim i mirë edhe pse jo, shumë mirë. Ju uroj sukses. Zotria Radinaj, faktikisht, zoti Kurti ka përmendur në intervistë që Nismës socialdemokrate, apo ja ka kalur progun? Sikur se adeni këto koalicionet janë për përfitime të caktuara, mendoj që edhe vetëvendosje palishte nguxo, edhe alternative nuk e kish kalu pragun, pra kjo është e njëjtë. A jeni pendu për koalicionin me Nismën? E kem sqaruar disa, po vjekesh më kthyn këtë temë. Po e kem sqaruar, ne tani ndëgjani, ne po vim këtu me shpresë që na japin një zgjidhje, pra partia që propozon se ka drejtë me propozu në këtë rast vetëvendosje, edhe është rasti rrallë ku një parti opozitare është e gatshme me dhënë votën e vet për kandidatin e partisë tjetër në këtë rast unifikues. Edhe kemi dhënë disa emra, jo vetëm një, po disa emra, për fat keq jemi në një situatë jo të mirë. Edhe unë shpresoj që do të ketë reflektim nga vetëvendosje, pra edhe nëse ka dhe në emër tjetër, do ta shqyrtoj që e kem qëndrim që këta që kanë qenë pjesë e kabinetit Kurti, pra qeverisës antarët e kabinetit qeveritar, mos me i votu, po ka shumë emra tjerë që kishim mujtë me votu. Zotria Radinaj tha që keni sharu çështjen e Pishmanllokut themi kështu me Limajn, por e kemi dëgjuar dje deklaratën e zotrit Daut Haradinaj, por nuk i kemi dëgjuar juve të keni thënë që jeni pishman për këtë koalicion. Të paktën jo këtu deklaratat këtu sa kemi biseduar bashkë. Që tash na si deputet Çeçili kemi ato bindjet tona në grup ende që kemi diskutuar kandidaturën e Limës, tash do ta votoj gjima jo. E kështë mundësia me votu në i kush Limen nga opozita, nuk o që di. Personalisht jo, a kishit votu? S'kam ende qëndrim, s'kam qëndrim. Para disa vazhdimeve, një medium i ka publikuar disa fotografi të deputetit të grupit tuaj parlamentar Adem Hoxha duke dalë nga e njëjta zyre me disa deputet të listës serbe. Nuk kemi po një qëndrim ose sqarim as prej tij, as prej AKs. A keni folur me to çka ka ndodhur? Pse kanë ndodhur në njëjtë zyra, janë takuar, çka ka pasur? Që shohuni se deputeti Adem Hoxha respekton pra ligjet e Kosovës, parlamentin e Kosovës, ka mbajtë nderim në heshtje për figurat kombëtare, për ngjarjet kombëtare, ka dhënë betimin pas ligjit, për këtë pjesë që s'mujmë të thonë më shumë, e di që është një mobilizim i madh i Kurtit, i alatëve të shqiptarëve në Maqedoni, që po kanë kohë, ata i kanë kryer punët atje, po duket mirë, po kanë kohë edhe me autu, me ardhe këto për me e josh Adem Hoxhën, pikërisht që po një sqarime për të, pastaj edhe Duden, edhe Vetonin, sa mirë është me u bë me Kurtin, me janë ndihmu qeverinë, sa patriotike e kombëtare është. Po plus për disa fotografi me deputet të listës serbe. Edhe unë ju dash përgjigjen time, hetush nuk jam, ato që ishin në parlament ju tregova. A ja morët me qëllim Adem Hoxhën në qeveri? Gjithçka në politikë bëhet me një qëllim, lutem. Si ata që e thirrin atë kryetarin e parlamentit e 20 me gjitin e gjithë këtë strukturën edhe kanë kohë prej atje e marrë, këto që është një lloj ndërhyrje realisht në jetën e brendshme parlamentare, qeverisë institucionale, edhe Kurti çka bën edhe gjithë tjerë, edhe ne kemi bërë pjesën tonë, i kemi ftuar edhe i kemi aleat për një shumicë qeverisë, pra për qeverinë e opozitës. Po çka po ju premtojnë aleatët nga Pyetni ata tash se e tepruan pak edhe do të